shumë para ditës së sotme. Ndërkohë po shohim zotin Tom Doshi, tani për sa kohë po e ndjekim, besoj edhe mund ta komentojmë, pavarësisht përpjekjeve tona për qenë shumë të kujdesshëm në analizën tonë. Nuk është as pak qëllimi aty. Po, tani do e komentojmë regjia, nuk kemi çfarë bëjmë. Faktori Tom Doshi. Është faktor shumë i rëndësishëm, ka të pakon deri në zgjedhjet e mëparme ka qenë një aktor shumë i rëndësishëm. Mendoj që dominancën e tij e ka në qarkun e Shkodrës, për arsye të lidhjeve familjare dhe gjithë aktivitetit të tij politik dhe zonës së influencës ku ai ekziston edhe si njëri tashmë i suksesshëm në botën e biznesit. Kam parë tek partia e tij, kam parë ose kam shënjuar një element shumë interesant, domethënë më ka bërë shumë përshtypje. Gjatë fushatës zgjedhore në media, në panelet mediatike, por edhe në intervista në portale ndryshme, kam parë profesor universitetësh të moshave të reja, relativisht të reja, të cilët janë bashkuar kësaj force politike. Dhe më ka bërë shumë përshtypje një element i tillë që këndvështrimi i zotit Doshi për ta rifreskuar partinë, por për ta rifreskuar edhe me element që vinë nga bota intelektuale, bota e arsimit, nga shoqëria. Ideologjia është pak Ideologjia shumë jorse në thelb, por unë nuk mendoj që, tani du ta them, nuk mendoj që kjo është një parti ideologjike. Mund ta shesim si parti ideologjike, por unë nuk e mendoj që është një parti ideologjike, nëse do ishte ideologjike do ishte shumë akoma më mirë, por nuk është. Por ajo çfarë më ka bërë përshtypje është pikërisht angazhimi i këtyre individëve. Po si joshen pra, kur për sa kohë ka ideologji të mirëfillt? Mendoj që këtu pastaj kritika vazhdon, kritika sistemit tonë është shumë e thellë, por nuk e di në këtë moment caktuar, në këtë ditë caktuar a mund ta artikulojmë. Por këtu Shqipëria, shoqëria shqiptare dhe veçanërisht elita shqiptare nuk luan rolin që i takon. Do të thojë në të gjitha sektorët, nuk është problemi këtu, është një shoqëri dhe qytetarët shqiptar janë tradhtuar nga elita e saj. Kemi debate ekonomike ku sheh shumë pak profesorë të ekonomisë që futen për të analizuar. Ju kishe debatin për buxhetin e shtetit që asnjë profesor nuk mori përsipër të bëjë një artikull realisht se ku shkon pjesa e Luanit dhe çfarë është një ministri e caktuar që merr pjesën e Luanit dhe askush nuk flet. Por më e keqja ishte dhe ajo çfarë krijon probleme më të madh ishte se deputetët e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë askush nuk dha asnjë mendim. Ore zotëria, është e mirë kjo apo është e gabuar? Kaq mund të thoni, nuk kishte arsye për të bërë ekonomist. Doshi, ndjes se ndërpreva. Po. Ndjekim zotin Doshi. Sepse është dita më e rëndësishme për të ardhmen e tyre për 4 vite të ardhshme, se kush do të jenë përfaqësuesit e tyre në parlament. Ka përsëritur një projekcion sa mandate kërkon në këtë zgjedhje? Sot nuk mund të përcaktoj, më kam shumë shpresë se rezultati për Partinë Socialdemokrate do të jetë një surprizë në tonë Shqipërinë. Po pas zgjedhjeve, kemi ndonjë projekcion Partinë Socialiste njësoj siç u bën ministri Nishin me zotin Berisha apo jashtë? Me zotin Berisha nuk bëj koalicion. Kjo është e rëndësishme. Për sa i përket Partisë Socialiste, do të shohim me curinë e rezultatit. Mirë, ndoqëm zotin Doshi, tani